Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Sot dua të bëj një analizë rreth ngjarjeve që po trondisin shtëpinë e Big Brotherit. Kam përzgjedhur dy banorët, domethënë dy banorët në fakt më entuziast që ditën e sotme kanë nisur ditën. Siç duket, Rogerti, Miri, Livia, Juela, pak edhe Tani, duan me patjetër që të nxjerrin nga vetja Mateon, që Mateo të bën ndonjë gabim dhe ato të kenë argumentin apo të kenë mundësinë për ta goditur Mateon. Mëngjesi sotëm ka qenë një mëngjes i vrrullshëm për Mateon. Unë mendoj që duhet të jesh shumë banor me vetë kontroll, të përballosh presionin që të vjen që në mëngjes. Dhe realisht ky është sekreti Big Brotherit, përballimi i presionit. 4 këto banor, por veçanërisht më shumë miri ishte ai që në fakt e zgjati debatin, i riti muhabetet dhe dolën deri në kërcënime që të dy. Kërcënime që në këtë shtëpi, këtë vit nuk kanë të ndaluar. Do me thënë që nga momenti që ka përfunduar Prime dhe është duke ardhur Prime i radhës, kërcënimet kanë qenë jehon brenda kësaj shtëpie. Teksa Rogerti, Juela dhe Tani dhe Livia u larguan në fakt në verandë në mëngjesin e sotëm, Miri ishte ai që po vazhdonte debatin me Mateon dhe shikoi që lojën Miri e ka personale me Mateon. Unë mund ta analizoj shumë qartë të pjesën. Miri nuk e ka personale në kuptimin që e uren Mateon, jo. Miri e ka personale në luftën e lojës me Mateon. Që në momentin kur Mateo doli preferuar në Prime-in e të martës, Miri ishte banori i cili e përjetoi më keq se të gjithë këtë televotim, le të themi, nga të gjithë shqiptarët. Ndoshta Miri priste që të merr një dritë të gjelbërt për vete, sepse unë kam thënë të jesh i preferuar brenda kësaj shtëpie, me patjetër që ti ke një mesazh nga jashtë publikut se çfarë vlerash ke ti dhe çfarë personazhi je ti. Dhe në këtë rast, domethënë, me këtë lëvizje Mateo u dëshmua në sy të publikut, në gjithë këtë dinamikë të madhe, në sy të banorëve, gjithë këtë ngjarje që është banori më i dashur jashtë shtëpisë së Big Brotherit, dhe kjo gjëja siç duket iritoi më së shumti Mirin. Tani Miri nuk dinte se si të futet me Mateon në debate ditëve të kaluara dhe gjeti sot mundësinë ku në këtë debat, i cili konkretisht ndodhi në dhomën e gjumit, Mateo dhe Miri ngritën pak zërat edhe kërcënimet. Mateo i thot Mirit, sepse Miri fillon që ne po të ishim jashtë, ti do ta shihje forcën time, ti do të mateshe me mua, etj. Dhe Mateo i thot Mirit, urdhëro, shko në dhomën e rrëfimit, i thuaj vëllau të madh, të bëj një ring këtu dhe të matemi se kush sa i fortë është dhe çfarë force kemi. Dhe më pas Mateo i thot se nuk e kam problemun po të isha jashtë, se po të isha unë jashtë, do kisha thirr njerëzit, kisha rrethuar ty dhe të kisha bërë unë e di si të kisha bërë. Do të thënë, kërcënimet nga të dy palët dhe Miri njëkohësisht që hajde provoje, do të thënë tentativa të njëjta, siç ishte radhën e kaluar që u ngjitën kokë më kokë, do të thënë ishte e njëjta gjë dhe sot. Dhe normalisht Mateo u thërit në dhomën e rrëfimit, por pasi Miri doli nga dhoma. Do të thënë, produksioni nuk ndërhyri fare në debatin që ndodhi, ishte një debat agresiv, por kishte pak vetë kontroll, por kishte kërcënime. Dhe unë e pash nga ana e Mirit që Mirit i ka humbur busulla në shtëpi. Do të thënë, që nga ndarja me Selinën, që nga largimi që Miri bëri nga Selina, Miri nuk dije se si të vepron, sepse Miri nuk arriti dot brenda kësaj shtëpie të përdorën lojën e tij për të arritur të tregon vlerat dhe të përdorën informacionet për të ngritur në lojë. Ndërsa Mateo luajti shumë i zgjuar. Mateo luajti me zgjuarsi, luajti me mençuri dhe ja sot ku është një nga banorët më të preferuar të këtij Big Brotherit, një nga banorët realisht më të dashur. Mateo u acarua jashtëzakonisht shumë, duke i shkuar Mirit edhe nga mbrapa që hajde,
dëshmoma gjën që do ma bësh, Miri u largua sepse e pash që domethënë filloi që të trëmbet në qoftë se vllau i madh mos i bie një zarf të zi. Unë e kuptoj stresin që ka Miri, sepse Miri hyri me kokën e liderit, hyri me vetbesim të plot që do të ishte një ndër banorët më të fuqishëm dhe më i preferuar i asaj shtëpie. Marrëdhënia me Selinën që Miri ndërtoi nuk e dogji Selinën, por e dogji Mirin, përkundrazi Selinën e lartësoi dhe unë këtë gjë e kam thënë me kohë. Tani Miri çfarë bën? Miri nuk e preferon që të jetë aleat i Rogertit, sepse Miri dëshiron që të jetë lider i gjës së tij, domethënë e ka këtë ego. Në anën tjetër, Rogerti nuk lëshon pe dhe Miri tani e ka kuptuar që dy grupet të ndara në shtëpi janë Mateo dhe Rogerti, nuk është Kristi, sepse Kristi kishte fuqinë që të ishte, por me qetësinë që ka, me energjinë që ai e mbyllën në vetvete, automatikisht Mateo ja zë vendin e liderit, sepse është më i ndjekuri nga këto. Dhe Miri tani, duke mos arritur dot ta përballon këtë gjë, domethënë vetë shkon grindet, edhe i thot Mateos që ti do të dalësh në Prime. Unë mendoj që Miri i bën të gjitha këto gjërat sepse do me patjetër të del në Prime, nga që tani e ka kapluar ajo frika e madhe dhe ka kapluar ai stresi i madh se çfarë do të ndodh realisht me të. Mos vall, kjo gjëja që Miri ka mbetur i vetëm do ta djeg dhe do ta largojë nga shtëpia. Tensionet janë shumë të rritura. Loja është shndruar në shumë agresive. Ofendimet, kërcënimet, bullizimet, mllefet nuk kanë të ndaluara në këtë shtëpi, urrejtja nuk është e ndaluar dhe në këtë pikën domethënë banorët nuk kontrollojnë se çfarë flasin. Nuk e di edhe sa do të shkon Miri me këtë kartën e provokimit duke kërcënuar në këtë rast Mateo, nuk është era e parë që po e bën. Domethënë në Prime-in e kaluar ashtu siç unë e thash që isha në fakt i dyshimta do të jepeshte zënkës së Mirit edhe Mateos që ishte një ndër zënkat më të mëdha brenda asaj shtëpie, por nuk ju dha zë, ishte në një video të përmbledhur. Besoj që në këtë Prime do të jepet zë sepse në qoftë se nuk ka ndërhyrje të produksionit, atëherë do me thënë gjërat do të bien krejtësisht në tokë. Dhe mendoj për këtë arsye edhe vllau i madh e ftoi Mateo në dhomën e rrëfimit për të marrë mendimin e tij, për ta studiuar në fakt situatën edhe për ta sjellur në Prime në formën se siç duhet të jetë. Do shohim se si do shkojnë gjërat, do me thënë Mateo dhe Miri janë krijuar armiqmë në këtë lojë që nuk falin asnjë gjë dhe asnjë njeri dhe do të shohim se çfarë vendimi do të merr vllau i madh për kërcënimet, për ofendimet, për bullizimet që banorët përzgjedhin të bëjnë brenda në lojë dhe brenda në këtë shtëpi. Dua të marr mendimin tuaj për të gjithë këtë dinamik që ka ndodhur sot. Mua personalisht më duket një dinamik e trembur nga ana e Mirit, i cili nuk po gjen dot asnjë anë tashmë se ku të mbahet.